أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Falëndrojmë Allahun dhul xhelal, salavatet, selamet ja dërgojmë Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Falëndrojmë Allahun dhul xhelal për çdo mirësi i madhnomi që na ka dhënë, më tepër për atë që musliman na ka bërë. Duke lutur Gjelle Gjelalu, Gjelle Shanun që të na mundsoj me Islamin, të jetojmë për Islamin, të jetojmë dhe me Islamin jetën ta përfundojmë duke thënë La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Falëndrojmë Allahun dhul xhelal për çdo mirësi, duke lutur atë që këta mirësi të jenë vazhdueshme për ne, për familjet tona. Na mundsoj Zoti Gjelle Gjelalu, Gjelle Shanu të jemi në shërbim të dinit Allahut dhul xhelal. Mirë se takohemi në këtë sezon të ri të ligjëratave tona, në cilët do të flasim për medhhebin Hanefi, duke u bazuar në hadithet e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Gjithsesi legjislacioni islam ose fikhu islam, jurisprudenca islame bazuar në hadithet e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, dhe do ta diskutojmë bashkërisht me ju në këto emisione, të cilat do të jenë emisione zinxhirore, mbi një libër i cili është në shumë fakultete, universitete islame, bazë e studimeve islame për jurisprudencën islame. Pra, një libër i cili është marrë edhe në mezhebin Shafi, po edhe mezhebe tjera, ndërsa para vetes e kam po atë bazën e këtij libri që është Bulughul Maram. Ne do të diskutojmë këtë libër në bazë të mezhebit Hanefi. Pra, ashtu siç e ka shpjeguar hoxha jon i nderuar Nuruddin Aiter, I'lamul Anam fi sharh Bulughul Maram min hadith al-ahkam. Pra, libri bazë është Bulughul Maram, ndërsa hoxha jon i nderuar e ka quajtur librin e vet I'lamul Anam. Pra, në shpjegim të Bulughul Maram, që është bazë e librave që diskutohen ahkamet ose dispozitat e shariatit islam në shumë prej mezhebeve. Pra, është një prej librave shumë të diskutueshëm, është një prej librave shumë të shpjeguar në për qarqe shkencore, në për universitete ndryshme, në për akademi ndryshme. E para vetes kemi atë që është diskutime dhe thjeshtësim i Bulughul Maramit nga hoxha jon i nderuar Nuruddin Aiter. Kush është Nuruddin Aiter? Nuruddin Aiter është një prej profesorëve të mi, njëri prej hoxhallarëve të mëdhej të islamit, njëri prej njerëzve të cilët kanë kontribuar shumë në shkencën e hadithit, po edhe në shkencën e ulumul Kur'anit, një prej njerëzve të cilët kanë dhënë gjithçka që patën pe vetes vete deri në ditët e fundit të jetës për me shërbi hadithit Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ajo që duket në çdo njërin prej librave të hoxhës tim, po edhe hoxhallarëve të shumë prej njerëzve të cilët kanë studiuar në Damask, hoxha gjithmonë në fund të ligjëratës vete thonte khadimul hadithi, shërbëtori i hadithit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pra, gjithë jetën e vet ja kushtoi të qenë shërbëtor i fjalës së Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Profesor Dr. Nuruddin Aiter ka lind në 28/4/1937, pra 28 aprill 1937, ndërsa ndroi jetë hoxha i nderuar në 23/9/2020, pra në kohën kur fatkeqësisht ishte pandemia, ndroi jetë hoxha jon i nderuar. Pra edhe një herë, 28 aprill ka lind, 28 aprill 1937, ndërsa ndroi jetë në 23 shtator në 2020. Është një prej mufesirëve të njohur në botën islame, është muhadith, është hanefi në mezheb, pra është hoxh në cilin shumica hoxhallarëve që kanë përshkuar shkencat islame dhe njohuritë islame mbi medhhebin Hanefi, ose kanë marrë mësim prej hoxhës, ose janë takuar me librat e atij, të cilat janë gjërë të diskutuar në qarqet akademike shkencore. Është hanefi dhe i lindur në qytetin e Halepit, e më vonë ka banuar në Damask. Ndër hoxhallarët më të mëdhenj dhe më të njohur ti ka qenë Sirajuddin al-Husaini. Hoxhën Sirajuddin al-Husaini e kemi njëri prej librave që i kemi diskutuar këtu në xhamin tonë, është Taqarrubu ila Allah, është të afrohet tek Allahu dhul xhelal, mënyra dhe forma se si të afrohemi tek Zoti xhella xhelalu. Hoxha Sirajuddin ka edhe shumë libra tjerë. Mirë po, ajo që neve tash na intereson është që hoxha ose profesor doktor Nuruddin Aiter është prej nxënësve më kryesor të hoxhës Sirajuddin. Aiter do me thënë, pra vetë
mbi emri hoxhës së nderuar është lidhet me historinë e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pra, familja Itër edhe familja Sirajuddinit janë familje cilët rrjedhin nga vetë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pra, hoxha për cilën e flasim sot, Nuruddin Itër, është mund ta quajmë stërnipi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, që rrjedh nga familja edhe nga nëna, edhe nga baba, po që kanë lidhje direkte me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nga ana e babës lidhet me Hasanin radiallahu ta'ala anhu, nipin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ndërsa nga ana e nënës lidhet me Husejnin radiallahu ta'ala anhu, po ashtu nipi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pra, mund ta kuptojmë thjesht me një njeri kaq të madh që Zoti xhalla xhelalu xhalla shanu ja ka mundsuar që të jetë edhe prej familjes Resulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe të njëjtën kohë të jetë në shërbim të hadithit të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Punoi profesor në shumë prej universiteteve fetare, njërin prej atyre edhe në Universitetin e Medinës, prej vitit 1965 deri në vitin 1967. Pra, për 2 vite i vendoi bazat e shkencave në Universitetin e Medinës, që njihet sot në xhamin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, gjithsesi në qytetin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Hoxha jon i nderuar ka më shumë se 50 vepra shkencore, në të cilat njëra prej atyre është edhe në përfundim sipër e përkthimi ulumul Kuranit, pra shkencat mbi Kuranin famëlar, shkencat cilat do të diskutojmë inshallah taala edhe ata bashkarisht, do të shohim edhe ajo është në përfundim sipër inshallah taala në gjuhën shqipe, për me pas më të lehtë njerëzit cilët lexojnë edhe lexuesit e gjuhës shqipe të njihen më për së afërmi me Nuruddin Itër, doktor profesor Nuruddin Itër, njeri i cili kontriboi shumë për dinin e Allahut xhelal dhe për sunetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pra, fillimisht libri folën për ato se përse hoxha i nderuar zgjodhi pikërisht Bulughul Maramin të Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani është njëri prej hoxhallarëve të mëdhenj mezhebit Shafi, do të flasim pak më vonë inshallah taala. Për arsye se Bulughul Marami është njëri prej librave më përmbledhës sa i përket fjalës që diskutojmë ne bashkë këtu dispozitat e shariatit islam nëpërmjet haditheve të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. E hoxha jon çfarë ka bë? Ka marrë këtë librin e këtij imamit Shafi, e ka marrë e ka spjeguar duke i përmendur edhe mendimet e mezhebit Shafi, edhe Hanbeli, edhe Maliki, po gjithsesi edhe të mezhebit Hanefi, duke sqaruar edhe atë se përse duhet ndjeket një mezheb, përse duhet ndjeket mezhebi Hanefi në një çështje, e kështu me radhë duke diskutuar në çdo njërin prej meseleve. Pra, meselet ose çështjet fetare që kanë të bëjnë me shkencën e jurisprudencës islame, hoxha fillimisht Ibn Hajar al-Asqalani ka të bu në Bulughul Maram, ndërsa hoxha jon i nderuar Nuruddin Itër i ka spjeguar edhe një herë i ka thjeshtësu në Ilamul Anam fi Sharh Bulughul Maram. Në këtë librin e vet e ka spjeguar në bazë të mezhebit Hanefi. Pra, hadithi është marrë prej Bulughul Maramit, zgjedhjen që e ka bë Ibn Hajar al-Asqalani, ndërsa Nuruddin Itër ka bë shpjegimin e të njëjtave hadithe duke u mbështetur në argumentet e mezhebit Hanefi dhe duke sqaruar secilën mesele ashtu siç i takon edhe siç e kanë përmend librat kryesor të mezhebit ton Hanefi. Pra, për këtë arsye kemi zgjedhur këtë libër, është një prej librave të studiuar nga unë, po edhe ngadalë edhe do t'i sjellim përpara jush vetëm që të jetë më i lehtë për me kuptu. Pra, përse e ka zgjedhur hoxha, thot e përmendën në fillim, pra në hyrjen e këtij libri, thot që kam zgjedhur për arsye se është përmbledhës edhe është shumë i dobishëm për secilën prej njerëzve, veçanërisht për studiusit, po jo vetëm. Mirë po, dikush mund të pyesë se tash hoç ti tash do ta studiojmë sikur studiohet nëpër universitete, nëpër akademi të ndryshme shkencore? Jo. Ne do mundohemi ta thjeshtësojmë atë këtu në xhami që secili ta kuptojë, për ata që do jenë prezent, po edhe juve të cilët mund ta ndëgjoni ligjëratat tona nëpërmjet YouTube-it. Edhe do të jetë i përshtatshëm ose i kapshëm për secilën grup të njerëzve, si janë ata studiusit, pra hoxhallarët, edhe tjerët
prej studentëve të ri, prej nxënësve të cilët janë nëpër medrese, po edhe për xhamatin e thjesht. Pra do të mundohemi atë që e ka përmend Hoxha në mënyrë të lartë shkencore, ta e thjeshtsojmë që të jetë e kapshme për secilin prej njerëzve që dëshiron ti ndëgjojë edhe ti përcjell ligjëratat tona. Ligjëratat tona do të jenë inshallah taala të mbushura me shembuj nga fjalët e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, po edhe të njëjtën kohë të jenë të kapshme edhe për njerëz tjerë. Do të mundohemi të jemi në një minutazh prej 30 minutash, jo më shumë, duke shpjeguar kohë pas kohe për sicilën javë nga një prej temave inshallahu taala. Pra, Hoxha thotë që është një prej librave që është përdor, pra Bulughul Marami është përdor edhe në Ezheri Sharif, pra në Ezheri Sharif janë përdor Bulughul Marami si një prej librave që studiohet edhe hulumtohet prin kohën e Hoxhës kur ka qenë në Ezheri Sharif. Tash në fund Hoxha ka qenë edhe profesor doktor në Universitetin e Damaskut, po edhe në për akademitë të ndryshme, ashtu siç ka qenë edhe në Akademinë e Lartë, Institutin e Lartë për Studime Islame, që është dega e Ezherit në Damasku Sherifi. Pra, tema e parë, çfarë diskuton Hoxha në këtë libër, thotë khasaisu tashri'i fi sunnati nabawiyya, pra çfarë veçon sunnetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, gjithsesi thon hadithet e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, se i takon asaj çështjes që është ligjvënie. Pra ne kemi ligjvënsin Zotin Xhalla Xhelalu Xhelashanu, mirë po Allahu Dhul Xhelal ka folë tek njerëzimi nëpërmjet Kur'anit famëlart, edhe nëpërmjet hadithit tek Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pra kur flasëm ligjvënës është Zoti Xhalla Xhelalu Xhelashanu. Ligjet prej kuj nxjerrin muslimanët për bazë kryesore kanë Kur'anin famëlart, e hadithet e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Madje do të flasim ne për baza tjera të shariatit islam. Këto janë di baza ku nuk ka asnjë diskutim mes hoxhallarëve. Pra të gjithë hoxhallarët janë unik që shkencat edhe dispozitat fetare burojnë nga fjalët e Allahut Dhul Xhelal, pra nga Kurani famëlart, edhe nga hadithet e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pra çfarë e dallon sunnetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe çfarë ka të përbashkët sunneti Resulullah sallallahu alaihi wasallam me Kur'anin famëlart. Fillimisht do të flasim, domethënë, çfarë bashkuan hadithin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam me Kur'anin famëlart. Tu do të shihni, pra nëse pak do të jemi të vëmendshëm të dashurit e mi, do të shihni se si Hoxha me pak fjalë erëzon poshtë të gjithë filozofinë e kuranistëve. Pra me pak fjalë Hoxha e ka shpjegu edhe e ka hedhur poshtë idenë atyre kuranistëve që thuan që neve na mjafton Kurani famëlart. Pra do ta shihni inshallah taala se si Hoxha e shpjegon, edhe nuk i ka venduar edhe shumë vëmendje për arsye se nuk meritojnë vëmendje, se nuk e kanë edhe logjikën e shëndoshën të. Pra çfarë bashkuan Kuranin me hadithin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam sa i përket ligjvënies, thotë është gjithë përfshirja, edhe përfshirja e përgjithshme, pra një përfshirje përgjithshme. Shumul kull gjawani bil suluk. Pra hadithi me Kuranin famëlart bashkohen, janë të përbashkët në ligjvënie sa i përket përfshirjes, gjithë përfshirjes. Pastaj universaliteti, pra edhe Kurani kur folën në universalitet, po edhe hadithet e Resulullah sallallahu alaihi wasallam kur flasin edhe vendojnë ligjet, dispozitat shariatit, flasin për universalitet. Pra të dijat mund t'i shohim si njëra pas tjetrës. E treta çfarë është fleksibilitet. Pra si gjen në Kur'an fleksibilitet? Çfarë do me thënë me këtë Hoxha? Do të thotë me këtë që edhe hadithet e Resulullah sallallahu alaihi wasallam majnë kuptimin për me diskutu, për me u debatu, për me u fut në debat se çfarë ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Pra çdo hadith i Resulullah sallallahu alaihi wasallam pranon diskutohet. Çdo hadith i Resulullah sallallahu alaihi wasallam pranon të debatohet. Çdo hadith i Resulullah sallallahu alaihi wasallam pranon të komentohet. Pra nëse e shohim vetëm nga ky këndvështrim, e shohim që Zoti Xhalla Xhelalu Xhelashanu kur ja dha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam Kur'anin dhe me atë ja dha hadithin,
Pra do ta shohim pak më vonë përmendën hoxha se si Zoti xhalla xhelalu shanu kur than Kur'anin famulart innahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam nuk folën nga hamendja përveç sa asaj që i ka ardhur pi Allahu dhul xhelal. Pra hadithi i Resulullah sallallahu alaihi wasallam ne do ta shohim pak më vonë inshallah edhe definicionin se ku bashkohet Kurani me hadithin. Po me thjeshtësu dhe me kuptu në këtë rreth të kësaj që jemi duke fol, pra Kurani është edhe fjala edhe kuptimi, pra edhe fjalat e zgjedhura. Edhe shkronjat e zgjedhura janë vetëm nga Allahu dhul xhelal. Pra Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam nuk është lënë atij mundësia me zgjedh cilën fjalë ta vendojnë Kur'an. Jo, ajo është zgjedhja e Allahut dhul xhelal. Ndërsa hadithet janë kuptimi nga Allahu dhul xhelal, edhe artikulimi i lën Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, se dhe ai sallallahu alaihi wasallam ishte njeri i cili me gjuhën e vetë ishte shumë i avancuar në mesin e arabëve, saqë gjithë arabët që ishin në atë kohë dhe jetonin me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam janë njohën atij shkattësinë që e kishte në gjuhën Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Pra edhe një herë po kthehemi. Çfarë e bashkon Kur'anin edhe hadithin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam sa i përket ligjvënies është gjithë përfshirja, universaliteti, fleksibiliteti. Pra gjitha këta janë që edhe Kur'ani edhe hadithi mund të diskutohen, të debatohen, të komentohen, të interpretohen në forma të ndryshme në bazë të asaj që studiohet Kurani edhe hadithi Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu edhe te hadithi Resulullahi sallallahu alaihi wasallam gjen gradualitetin e ligjvënie. Pra do me thënë at-tadarruj fi at-tashri'. Pra Zoti xhalla xhelalu dhe lëshanu edhe te hadithi kur ja dha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam nuk ishte prerë në secilën prej situatave. Pra i dha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, po e përmendin një shembull për me kuptuar më shumë. Në fillim Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me hadith vetin e ndaloi vizitën e varrezave. Edhe ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam pastaj me një hadith tjetër, inni nahaytukum an ziyarati al-quburi fa halla fazuruha. Unë ju kam ndalu juve të vizitoni varrezat, e tash e keni të lejuar me ato. Pra çfarë do me thënë? Do me thënë që në mënyrë graduale edhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam sa i përket dispozitave shariatit, edhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam përdori gradualitetin në ligjvënie. Pra nuk i ndaloi sahabët për diçka në mënyrë të prerë, po ngadalë i ndaloi për diçka, ose i urdhnoi pejgamberi alayhis salatu wassalam i sahabët në mënyrë graduale. I urdhnoi për diçka edhe për diçka edhe për diçka, më në fund i ardh urdhni plot. Pra për çfarë arsye? Për me përgatit terrenin, masën, njerëzit, të cilët pejgamberi alayhis salatu wassalam i kish për rreth që ata ta pranojnë urdhnin e Zotit xhalla xhelalu xhalla shanu në formën më të mirë, e më të drejtë, e më të lehtë dhe të jenë të atill që nuk do ta refuzojnë fjalën e Zotit xhalla xhelalu xhalla shanu. Po ashtu edhe në hadithin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç e gjejmë edhe në Kur'anin famullar është hekje e vështirësive. Pra pejgamberi alayhis salatu wassalam i urdhnoi sahabët që kur do të ketë mundësi për me e largu një vështirësi, pejgamberi alayhis salatu wassalam i tha: mundohuni, lehtësoni dhe mos e vështirësoni. Pra mos u bëni njerëzve fenë e vështirë. Edhe në çdo hadith Resulullah ose në shumicën e haditheve të Resulullah sallallahu alaihi wasallam, nëse marrim edhe i studiojmë, do të shohim që më shumë janë hadithet ku pejgamberi alayhis salatu wassalam i përgëzonte se sa qërtonte Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Nëse i marrim hadithet që pejgamberi alayhis salatu wassalam i nxitte për punë të mira edhe u përmendte xheneti Resulullah sallallahu alaihi wasallam, do të gjejmë më shumë janë hadithet se sa që përmendën Resulullah sallallahu alaihi wasallam xhenemin dhe i frigonte njerëzit për xhenemit e kështu me radhë. Pra pejgamberi alayhis salatu wassalam e përdonte këtë metodë që njerëzve, sahabëve në atë kohë, tu jetë sa më e lehtë praktikimi i fesë Allahu dhul xhelal. Çështja tjetër që hoxha këtu doktor Nureddin Itër na e bën me dije është që edhe hadithi sikur Kurani është mundu që t'i ruaj ata obligimet kryesore. Pra
Për ato që ka ardhur edhe vetë shariati, çështja kuliyatul khamse që i thonë maqasidu sharia, që gjithmonë njeriu të dije bazat kryesore. Për çfarë ka ardhur shariati? Qëllimin kryesor të shariatit, që ruajë mendjen, që ruajë fen, që ruajë nderin, që ruajë pasurinë, edhe që ruajë njeriu të fen. Pra 5 çështje janë kryesore që Zoti xhalla xhelalu dhe shanu e çoi këtë shariat tek njerëzimi. Edhe Kurani, edhe Suneti ke këto çështje bashkohen. Po ashtu ke Kurani edhe ke Suneti bashkohen edhe te çështja asaj se kur ka zbrit, çfarë ka ndodhur kur ka zbrit. Pra ne kemi shpjeguar disa herë në ligjëratat tona, kam thënë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ardhur një njeri i ka thënë o pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam, cila puna më e dashur te Allahu xhelal. Ka ardhur një njeri tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë namazin kohën e vet. Ka ardhur një tjetër i ka thënë o ja Resulullah, më tregoj që sallallahu alaihi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Tregoj cila punë më e dashur te Allahu xhelal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë lufta në rrugt të Allahut xhelal. Tjetri ka ardhur cila punë më e dashur o pejgamberi Allahu te Allahu xhelal, i ka thënë respektin ndaj prindërve. Pra, e njëjta pyetje, disa përgjigje. E këtu e kuptojmë që Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam e ka pasë si është situata, pra ku e ka njoft njeriu. Edhe duke i dhënë atij ka mësuar edhe të tjera që ajo që është përparësi, ajo që ka prioritet, muslimani duhet ta ndjekë. Pra, edhe hadithet kanë sebeb shkak të thënjes vete. Pra pse e ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam? Pra nuk e ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam kot. Ka një arsye pse e ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka ndodhur diçka që e ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ose dikush kur e përmend Resulullahin në raste të nervozizmit të madh. Edhe ja kanë mbledh hadithet Resulullahit ku ka qenë shumë nervoz. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i ka thënë disa fjalë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Mirë po njeriu do ta shohë në çfarë situate është thënë. Ose ka qenë luftë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka bërë lutje për disa mushrikin, për disa njerëz që kanë adhuru putat, ka bërë lutje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkatrimin e tyre. Edhe thotë ja pejgamberi juaj është lut kundër njerëz, po është lut, për luftë ka qenë. Pra duhet shifen çfarë situate ka qenë lutja e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. E tash do të mundohem çdo minutat që na kanë ngel të shohim çfarë dallon sunetin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam sa i përket ligjvënies në Islam në ato që është me Kur'anin famëlar. Pa prej asaj që dallon sunetin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, gjithsesi hadithet e Resulullah sallallahu alaihi wasallam nga Kur'ani famëlar është që e ka për obligim atë që është e përgjithshme në Kur'an, pra është universale në Kur'an, ta thjeshtësoje. Pa e shohim ajetin kuranor, vin hadithi pejgamberit alayhis salatu wassalamit e shpjegon ato. Pra një shembull thjesht për me e kuptu pak më mirë. Pejgamberi Allahu xhelal në Kur'anin famëlar tha njërin prej ajeteve lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nuk do të arrini kulmin e knatësisë, mirësisë Zotit xhalla xhelalu xhalla shanu, derisa ju ta jepni ato që e doni më shumë. Erdh hadithi pejgamberit alayhis salatu wassalamit ne shpjegoi cila është ajo, si është ajo, kur është ajo, pa ato kur e dush ti për vete. Ose Allahu xhelal në Kur'anin famëlar ka thënë faleni namazin. Është shumë e përgjithshme. Edhe sa njerëz nëse se din këtë çështje thotë si ta fali namazin, do të shkruhet te hadithet e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Pra e ka për obligim ose prej asaj që e dallon në ligjvënie hadithin prej Kur'anit, hadithi e shpjegon Kur'anin. Ku Zoti xhelleshanu ka folë në mënyrë përgjithshme për diçka të caktuar prej ligjeve të Zotit xhellexhelalu xhelleshanu, ka ardhur Kur'ani famëlar edhe e ka shpjegu edhe e ka thjeshtësu ato. Si ta japim, Zoti ka thënë eqimus salata atu zekat. Falja namazin, jep një zekatin. Askund në Kur'anin famëlar nuk e gjen se sa është zekati. Askund në Kur'anin famëlar nuk e gjen se si është rukuja, si është sejdja, si duhet bëhet, si është forma, vetëm hadithet pejgamberit alayhis salatu wassalamit. Pra, ajo që është e përgjithshme në Kur'an, suneti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, gjithsesi hadithi Resulullah sallallahu alaihi wasallam e përkufizon atë, e definon atë, i jep forma thaj që përpara njerëzve të jetë e kuptueshëm edhe Kurani famëlar. Pra nëse dum ta kuptojmë pak më thjesht, ajo që është e madhe në Kur'an, është e përgjithshme në Kur'an, eqimus salat, faleni namazin.
Allahu ka thënë. E thashti njeriu që e shef me të parën herë Kur'anin famullar, si ta fali. Ose pra rregullat e luftës. Pejgamberi alayhis salatu wassalam I ka shpjeguar. Tawdihul mushkili wa izalatul wahmi, po ashtu hadithi e ka për obligim ose për asaj që e dallon pe Kur'anit në sa I përket ligjvënies është e shpjegon aty ku ka vështirësi për shpjegim. Për shembull, kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad. Ka thënë Allahu xhalal në Kur'anin famullar, dhe hani pini derisa të dallohet peni bardh pi peni të zi. Kështu ka thënë Allahu xhalal në Kur'anin famullar. Tash njeriu që e lexon për të parë herë këtë ajet kuranor, se kjo ajet, edhe nuk e merr hadithin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, nuk e kupton. Se peni është peni. Ni peni I bardh, ni peni I zi. Ni sahabi e ka lexuar këtë ajet kuranor, edhe ka shku te shtëpia ditë Ramazan, edhe e ka vendu ni pet bardh dhe ni pet zi te jastoku I vet, edhe ka hangër ka pi derisa dallu peni I bardh I peni të zi. Tu mendu që është e peni I bardh dhe peni I zi pe. Edhe vinte pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe I thot: "O I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam, unë kam vepruar ashtu si ka thënë Zoti xhalleshanu. Kam hangër, kam pi derisa u duk peni I bardh I peni të zi." Pejgamberi alayhis salatu wassalam I bëni ajgare me ta. E di çfarë I tha? Inna wisadataka la'arid. Jastoku jot shumë I gjatë është. Pa peni jot te jastoku gjatë ke pas. Nuk folën Zoti për ta, po tha për cilën pet bardhë, për penin e bardhë dhe penin e zi në horizont që del. Pra nuk ka të bëje me penin e bardhë edhe penin e zi që I kjetë të shpija ti, po ka të bëje me penin e bardhë edhe penin e zi që është në horizont, që kur dalish atje në natyrë pastër, pa mos pas ndriçim prej qiteteve, në shkretin për shembull ose në majet maleve ku nuk duket poshtë qiteti, aty duket peni I bardhë dhe peni I zi te horizonti, momentet e lindjes parë të diellit, ne që I thonë sot imsak. Pra shifnja. Kemi Kur'anin. Kurani është I përgjithshëm, edhe mund njeri ta ketë shkuptoje penin e bardhë dhe penin e zi. Ka ardhë hadithi, e ka spjegu. Tash kanë ardhë hoxhollarët, çfarë kanë bë? Ta kanë bë tini takvim. Jo për me ta vështirësu gjendjen, për me ta lehtësu, se ti së ndalish si cili prej neve dalen mala që ose shkrynë shkretin, e në ta shove penin e bardhë për penin e zi. Po e kanë bë ata, e kanë matë, kanë bë një kalendar vjetor, edhe ti kanë shkruj ti datat, edhe orët, edhe minutat, që ti të mbështetesh me ta lehtësu. Pra çfarë bën me dhebi tek ne? Po vim ke kjo pjeqe. Çfarë bën me dhebi tek ne? Ne e lehtëson që këtë rrugë. Nuk na bën me dhebi ta kemi ne të vështirë ta kuptojmë fjalën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu e ka për obligim ose për asaj që e dallon pe Kurani famullar, ajo që është e përgjithshme t'i japeni një definicion ose ta përkufizoje fjala e Muhammed Mustafa sallallahu. Për shembull, Zoti ka thënë Kurani famullar për ato që vjedh faqta'u aydiyahuma. Prit një dorët atinve tive. Pra atinve që kanë vjedh, prit një dorët. Cilën dorë, sa t'u apresim, e definon, nuk I pritet dorat pe këtu, po cila dorë, e majta e djafta. Ka ardhë hadithi Resulullah sallallahu alaihi wasallam që e definon cila dorë do t'i pritet, edhe sa t'i pritet ajo dorë. Do të flasim inshallah për këtë këta, ama për me kuptu se çfarë roli ka hadithi në krahasim me atë që e ka Kurani famullar. Pra Kurani fol në aspekt përgjithshëm, hadithi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam I thjeshtëson, I definon, I përkufizon çështjet cilët janë në Kuranin famullar. Po ashtu takhsisul am, kur diçka është e përgjithshme, pra nuk I takon Zoti xhaleshanu ka fol për diçka të përgjithshme, ka ardhur hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe ato e ka definu dhe I ka dhënë kuptim. Bejanu ahkam gar mansusa alayhi fil Quran. Po ashtu hadithi sjell ligje të veçanta që nuk janë Kuranin famullar, mitlu sadakatul fitr. Për shembull, sadakatul fitri. Sadakaja e fitrit Ramazanit. Nuk e gjen Kurana. Kush e kërkon Kuranin famullar sadakatul fitri, nuk e gjen. Do të hulumtoje, do e lexoje, nuk e gjen. Për atë arsye ne kemi hadithin ligjvënës për ne, ose ligj pe ku burim të sheriatit, më mirë të shprehemi, burimi I sheriatit, nga I cili burim vendohen ligjet në sheriat. Pra,
Kemi Kuranin famëlart, kemi hadithin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tahrimu libs al-dhahab, për shembull, në Kuranin famëlart nuk e gjen që është ndaluar mbartja e arit për burrat ose mëndafshit për burrat. Nuk e gjen Kur'an, ama e gjen hadithet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam që pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka ndaluar për ummetin e vet një gjatë atil. Pra, ajo që neve na duhet, pa po e hecim pak, edhe njëherë po kthehem për mi bën një rrumbullaksim. Ne jemi duke folë për një libër që e ka shkruajtur Muhammed ibn Hajar al-Asqalani al-Masri al-Shafi'i. Pra, kjo është e madhe. Libri bazë i mezhebit Shafi. Ka marrë hoxha jon i nderuar, doktor profesor Nureddin Itr, doktor profesor Nureddin Itri, e ka spjegu në bazë mezhebit Hanefi. Pra e shifni se mezhebet nuk kanë qenë për me bë luftë njëri me tjetrin. As për me bë kjo xhamia kështu ajo xhamia ashtu. Jo, po edhe mezhebet në kalumen, edhe në këtë kohën moderne që jetojmë ne, kanë qenë vetëm në mënyrë vllaznore, ti e kupton hadithin kështu, ai tjetri e kupton hadithin kështu. E hoxha në këtë librin e vet, në këtë hyrje të librit vet, e ka përmend një fjali që unë dua përpara juve ta e them që ta shohim se përse hoxha edhe përse e kom zgjedhur këtë libër. Se ky libër është jo si e shifni, domethënë është dikundi 600 e diçka faqe që do ta diskutojmë. Unë do ta thjeshtësoj këtë, nuk do ta bëj çfarë sa e ka zgjeru hoxha, mirë po janë 4 vëllime si ki. Pra flasim për 2600 e sa faqe libër që e ka shkruajtur hoxha, edhe thot në hyrjen e vete, thot lekat dhaharat fi'atun fi hadha al-asri. Ka dal një grup njerëzish në këtë kohë. Që thuan shki hadith është i joni, këtë tjere që kanë, prej mesjaveve tjera, s'kan hadith ato punojnë si pas mendes vete. Edhe thot hoxha, prit një pak. Se këto hadithe që i thoni ju, to janë në këne. Ne s'punojmë me hadithe tjera, edhe ne punojmë me hadithet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Përderisa edhe ne punojmë me hadithet Resulullah sallallahu alaihi wasallam, hajde pra ti diskutojmë. Edhe i ka përmend hoxha, ne dim tashmë është bëjnë njot edhe në për xhamatet tona. Pra, mos u fal çashtu se ajo e fal me zbon, kjo e fal me bën. Prit pak. Ka hadith. Për çfarë arsye do t'i diskutojmë inshallah taala me dhëbi Hanefi në bazë të haditheve të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këta diskutime që do t'i bëjmë ne bashkë këtu, do t'i përcjellim inshallah taala edhe nëpërmjet YouTube-s për me përfitu edhe njerëzit tjerë që nuk kanë mundësi të jenë te xhamia. Për arsye të ndryshme, ma mirë kam të jenë xhami, mirë po, ja që nuk kanë ardhur. Ne sot je kemi hyrjen e nesra ose realisht javën tjetër inshallah taala do të fillojmë me pjesën e parë ose me kapitullin e parë ku është çështja e ujrave, edhe do të shohim se çfarë ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Po e them kështu shkurt. Shive sa shkurt e ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam fjalin. Huwa tahuru ma'uhu. Ka ardhur një sahabi e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për ujin e detit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përgjigj kaq shkurt. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maytatu. Uji i detit është i pastër, edhe coftina e detit është e lejuar për ju. Edhe tash kanë ardhur hoxhallarët që e kanë marrë çikët hadith, edhe e kanë thjeshtësu, e kanë zgjeru, e kanë spjegu, e kanë komentu dhe kanë nxjerrur mund të themi një libër, 80 faqe diskutim. E ne inshallah taala dhe shkurtojmë për ju, mirë po ta e kuptojmë se sa i madh është Islam. Ato shkenca që janë bë për të mirën e njerëzve, veçanërisht muslimanëve, që mos kenë ndarësi, të kenë dallime, se është caktimi i Zotit xhaleshanut të mendojsh ti ndryshe, unë ndryshe, ai tjetri ndryshe. Mirë, po mos kemi ndarje shkak i mendimeve, po të kemi dallime në mendime e bashkëveprim në atë që e ka kërkuar Zoti xhaleshanut. Allahu ju ruaj, ju begatoft për kohën që dajtë të jeni bashkë me mua, ju që jeni këtu edhe ata që do ta përcjellin. Allahu xhalal na sjell të dobi edhe do të vazhdojmë bashkërisht inshallah taala. U lutem përsërit një këtë pjesën e parë, shihni se i madh ishte hoxha jon i nderuar
doktor profesor Nureddin Ejtër, prej ardhja ati, prej familjes Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ndjekja ati, mezhebin Hanefi, mësimet ati dhe librat ati, inshallah taala do të përfitojmë bashkarisht nga mësimet që hoxha na e ka dhënë atje në Siri e unë këtu po përcjelli sot nëpërmjet këtij libri që për mua ka edhe nostalgji. Çdo faqe ka diçka të shkruar që janë para shumë viteve kur kam qenë studimet e mi. Allahu xhelal ju begatoft, ju ruaj, ju dash mirësi juve, familjet toja, e miru takofshim prap inshallah taala takimit tonë radhës. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.